fshatin Qermes sipër me pikërisht në shkollën nëntëvjeçare të këtij fshati. Pra në redaksisë e emisionit Stop kam bërritur një denoncim ku thuhet se titullarët të këtij institucioni kanë krijuar një numër fiktiv nxënësish, rreth 85 të tillë nxënës të cilët nuk kanë frekuentuar asnjëherë këtë shkollë. Unë erdha si drejtor shkollë këtë në 1 mars të vitit 2014. Edhe puna e parë që bëra është verifikova kontingjentin në nxënësve për klasa. Kur erdhëm në moment që erdhëm që 6 klasa. Shikonim për klasa që rezultonte në regjistër 20 veta ishin 9 veta dhe 10 veta. 1, 2, 3, vura re që këta nxënës ishin fiktiv, nuk ekzistonin. Verifikova një nga një të gjithë nxënësit dhe rezultuan që kanë klasa 9 drejt, klasa parë 85 nxënës të regjistruar fiktiv, dhe nuk ekzistonin. Vura re që këta semestër e parë ishin të gjithë të klasifikuar dhe kishin nota deri në 1 mars kur erdha unë si drejtori i kësaj shkolle. Thyra nën drejtore, si më e vjetra këtu se drejtori kishte ikur, ishte larguar në një shkollë tjetër. Dhe kërkova shpjegime. Ajo më përgjigj që unë kam pas drejtor shkolle. Atëherë mbledha kolektivin e mësuesve dhe mësuesit tanë që mos të bëj problem të punë se ne jemi edhe vetë brenda sepse drejtuesit tanë, drejtorët dhe drejtorët na kanë detyruar të mbajmë ose vendin e punës ose mbajnë nxënës fiktiv në klasë për të plotësuar numrin. Kërkova largimin në drejtorët e shkollës. Kishte pjesëtare një falsifikim kaq të madh, domethënë, që manen 7 mësues këtu me klasa fiktive, të cilët një nga një u larguan, të 7 mësuesve dhe nga 6 klasa u bën gjithsej 9 klasa, domethënë një e parë deri një e 9. Vëmë çfarë tash? Heshtja institucionale e pamat. Heshtja këtij nga zyra arsimore që unë shpresoj që ajo të mos zgjidhte problemin, ishte po ashtu, sulmi i këtej unë qeshit të drejtorin drejtësisë. I bie që rreth 7 mësuese të kenë marrë rrogën kot kaq vite. I bie që rreth 85 nxënës të jenë fiktiv. Kush i paguan gjithë këto pasojë sepse fundit janë taksat tona që janë paguar këto mësuese. Unë nuk përgjigjem për këtë, unë ndërpreva këtë vlerë. E pas këtë vlerë kriminale, e ndërpreva më një herë dhe që nga ai moment unë bëra shërbim përkatëse edhe në regjistra, edhe në Amza. Aktualisht sa nxënës ka shkolla juaj dhe mësues? Sot shkolla jonë ka 221 nxënës, 221 nxënës pritën që vinë shtator tash, dhe ka 16 mësues. Pati 23 mësues, ka mbetur 16 mësues.